mik shumë të vyer të Shqipërisë, si David McAllister. Unë mendoj që ndër gjërat kryesore të atyre që tha David McAllister, kryetar ndër shumë vite i Komisionit Politikës Jashtme të Parlamentit Evropian, është ajo që ju kërkoj ju, e u tha ju, protestat e dhunshme janë të pa pranueshme në një demokraci funksionale. Thirrja ime përsëri sot është ndaj jush dhe ndaj atij që urdhëron dhe stërvit dhunën, përdorimi i fëmijëve 9-18 vjeç për të goditur me molotov punojësit e policisë shtetit, institucionet e Republikës Shqipërisë, është e papranueshme për një parti e cila është antare e partive popullore europiane. Dhe besoj që David McAllister tha dhe diçka tjetër që ju që jeni këtu duhet ta kuptoni, nuk e takoj Sali Berishën. Imagjinoni, këta nuk i takojnë as vet aleat e vet. Këta. Dhe sa për akuza korrupsioni duhet të jemi të qartë. Akuzë për korrupsion sot e keni aty në mes jush, kryetarin e partisë tuaj.